qasjen dhe zotimet e tjerëve. Zotimet tona cilat kanë qenë punësim dhe drejtësi. Shpenzimet kapitale nuk janë qëllim në vetvete. Për mua është i rëndësishëm një shpenzim që krijon vende pune. Po. Jo vetëm shpenzim kapital si i tillë. Sa vende pune keni këju ky ministër? Po mirë tash t'ju tregoj. Okej. 350.000 kom gjetë, 435.000 në qëtash, 85%, 85.000 vendet punë më shumë, i bjen dikun 24% në shpërit. 83.000 në shku në Gjermani. Jo, se s'kanë shku 83.000 në Gjermani. Sinqerisht po, si pas heti statistikave po flasë. Kthehemi te investimet kapitale. Pra, investimet kapitale, nga pikpamja jonë, nuk janë qëllim vetvete. E para. E dyta, ne kemi pa që autostradat janë shumë të dobishme të përdorshme, kanë qenë super të shtrejta pa drejtësisht, ka shumë elemente korruptive që do të rezultonin me akt akuza po të kishim prokurori udhëheqje përkatësisht të saj që duhet, dhe çfarë kemi bërë ne? Gjatë mandatit ton, mbi 800 km rrugë kemi shtruar nëpër fshatrat të Kosovës, rrugë nëpër vende që këta i kanë konsideruar sekondare, dhe njëkohësisht 870 km rrugë janë tu shtruar, e shumica dërmuese e tyre janë afër përfundimit, e 100 km tashmë janë shtruar në veri të Kosovës. Pra, unë kam qenë shumë më interesuar që t'i lidhi fshatrat edhe vendbanimet me autostrada, se sa të shtroj autostrada treja e t'ja qes emnin e një figure historike. Autostradat kanë përfundu. E dive qasje tjetër ka qenë. S'ka përfundu për emaforat, s'ka përfundu për Gjakov, s'ka përfundu. Në mandatin e ardhshëm, këto rrugë do t'i përfundojmë, sepse na i kanë lënë pa planifikime të duhura, pa përgatitje të nevojshme dhe me shpronësime problematike. Këto do t'i përfundojmë të gjitha. Edhe për Pej, edhe për Gjakov, edhe për Mitrovic, edhe për Podujev, edhe për Gjilan, këto përfundojnë mandatin e ardhshëm. Disa përfundojnë edhe në fund vitit. Por ajo që është e rëndësishme do ta bëjmë, edhe magjistralën e Dugaxhinit do ta bëjmë prej Istogut në Pej, Deçan, Gjakov dhe në Prizren, edhe magjistralën e Dugaxhinit.